Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin ton Argument do të diskutojmë së bashku me avokatin e mirënjohur Apollon Brau, mikun ton, zhvillimet e seancës së parë të mbledhjes së parlamentit, përcaktimin e qeverisë, mangësitë që u shfaqën, arsyet e këtyre mangësive dhe miratimi dhe votimi i qeverisë pa dëgjuar programin e qeverisë së ardhshme dhe disa ndryshime të cilët hanë mundësi për hamendime apo edhe ne do t'i analizojmë nga pikpamja juridike për të kuptuar a ka të drejtë opozita ose pozita aktuale në qëndrimin e marrë. Zoti avokat, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në përfundim të zgjedhjeve të 11 majit, më së fundi konstitua Parlamenti i ri. Parlamenti i ri në seancat e para që janë të muajit shtator, edhe megjithse opozita kryesuar nga zoti Berisha nga njëra anë thoshte nuk i njoh zgjedhjet, nga ana tjetër hyrën në parlament dhe thotë u futën në parlament sepse kështu ne mund të kundërshtojmë zhvillimin e zgjedhjeve ose rezultatet e këtyre zgjedhjeve që ishin paligjshme. Si e vlerësoni qëndrimin e opozitës dhe qëndrimin e qeverisë në seancën e parë parlamentare? Tani si çdo akt, si çdo veprim, ose më saktë si shumica e veprimeve të përbashkëta ndërmjet pozitës dhe opozitës në Shqipëri nuk janë normale, nuk janë ashtu siç i do populli. Ata si opozita, si pozita, ose si pakica, si shumica, janë zgjedhur atje për të përfaqësojnë dhe për të ngritur vullnetin e popullit në veprime të ndryshme ligjore, se në fundit parlamenti për të zgjedhur ligje është, se nuk bën ndonjë zbatim ligjesh, se i bën qeveria, ato është detyrë e ekzekutivit, vënia në jetë e ligjeve dhe detyra e parlamenti, por kemi parë zihen si macja me miu me njëra tjetrën. Dhe në një grindje nuk është e vështirë, por nuk është dhe e lehtë të nxjerrësh kush është fajtori. Momentalisht dihet që shumica, ose qeveria po e themi, ose shumica e parlamentit që ka zgjitur edhe qeverinë, është në levërtinë e saj që ka mundësi seanca t'i bëj me një kritik të programit të parë, sepse qeveria para se të miratohet në parlament do bëj programin e parë të saj dhe para se të shpallë emrat e ministrave e gjithçka i do bëj dhe programin e qeverisë, ka interes sa pak kritika aq më mirë është, sepse në fundit me gjithmonë fushata tani s'ka fushat zgjedhore, po vjen shpejt, nuk 4 vjet për duket si shumë, por njëkohësisht janë edhe pak. Dhe kështu që ndërsa opozita duhet që të ngërë zërin, të përdor metoda që metoda demokratike ishin të dy palë, ligjore ishin si praktisja, ose nuk është ajtë ligjore dhe të qëllosh me broshur, ose të përtasësh në parlament, nuk shkel në i ligjë, shkel regulore natyrisht kur fyën diko, ose kur qëllon diko me shishe ujë, po gjithsesi këto nuk janë përgjegjësi penale, janë që përgjegjësi disiplinore, e shoqërohet me një masë përjashtimi nga seanca e ardhshme ose seanca ose prerja drejtës fjalës. Pra, ndërsa pozita, ndoshta me një paramendim, këto gjithmonë janë aludime, sepse nuk e di njeri çfarë paramendim mund të ketë, i donte që ta bënte shkurt, dhe shkurt e bëri. Opozita ra në grackën e provokimit të kryeministrit, i cili nxorri një robot atje, pjesëtare të qeverisë, se në fund robot de facto është, ose AI ose AI, thua në anglisht, ose shqip inteligencë artificiale është de facto. Mund të jetë fyese për dikë, por nuk i drejtohet njeriu. Djella që quhet ministra përkatëse e inteligjencës, po themi, në fundit nuk fyen opozitën. Jo, nuk ka të bëjë fyerja mos fyerja. Jo, atje shkaku ajo është. Sepse shkak në kushtetut, individ, përcaktohet se kush është individ. Në kushtetut është e vërtet, që thot mund të zgjidhet çdo shtetas, etj. Tani,
po të shikojmë ne emërtimin që ka marrë djela, ose ministre robot, për themi, sot është në përgjegjësinë e kryeministrit. Pra, djela është si puna saj, unë kam një makinë llogaritse këtu dhe ja mund që bëj veprimet, po shikoj dhe makinë llogaritse. Jo, po kjo si të pengon, djela nuk ka të drejtë. Pengon se nuk ka ligj. Ligji nuk e ndalon. Nuk mund të veproj. Ligji, ka dy rrugë, o ka o s'ka. S'ka. Po, kur ka një mungesë ligji, si veprohet? Do të çojnë gjykatë kushtetuese. Pra, organi që e quhen jo kushtetues, opozita në këtë rast, ta kritikonte këtë veprim, të lindte programin e qeverisë, se në fund populli do të dëgjojë programin e qeverisë. Po, për çfarë do t'i japë se do t'ia japi votat? Po, populli nuk do që opozita t'i dhe të mbyllet ai parlament. Ja, dim ne cili është programi i qeverisë, asnjë nga ne s'e di. Po ata e kishin përgatitur këtë program. Efektivisht, si qeveria kishte pa dyshim që e ka përgatitur programin, edhe opozita kishte përgatitur mbrojtje ose kundërshtimet e mundshme. Pra, me veprimet e saj, jo të pjekura, i hoqet të drejtës kritikave në pika të mundshme të programit qeverisë. Këtë arriti. Pasoja kështu është, a është shumë pasoja? Pasoja është. Por kur kërkohet ripërsëritja e seancës zgjedhore dhe nuk i jepet, kjo tregon që është bërë qëllimisht. Si nuk i jepet? Çfarë seancë? Nuk i jep të ripërsëritet seanca kur të deklaronte kryeministri programin qeverisës. Shumica ka të drejtën të vendosë, në çdo vend, qoftë në parlament. Se në fundit, kur ka 11 kundërta, mirë, shumica ka të drejtë të vendosë, por jo në mos përputhje me procedurat ligjore që vetë kanë nënshkruar. E zëmë sigurisht për mos përmushjet procedurave ligjore. Ata që na të gjykojnë ne, janë populli. Ata që mund të kenë votuar një pjesë kundra, një pjesë pro. Ata e shikojnë kush është fajtor dhe nesër pas nesër një opozit në fundit do kap të kritikoj, po jo të qelloj me shishe uji. Të kritikoj, qoftë edhe kalim të kompetencave të kritikës, qoftë edhe me shpifje të mundshme që ka atje, po jo shpifja ndaj individëve, po se çdo opozit, si pozita. Ka një argument që një palë gjykon të pavërtetë e quhen shpifje. Gjithse kush ka mendimin e saj, si pozita ose opozita, në fundit pasaj ngrihen duart 71, se Parlamenti i Shqipërisë 10 ka 140, 70 plus 1 të votojnë pro këtij programi, u miratua. Dhe ai që nuk u miratohet, ka organet ligjore të ngarkuara në çdo shtet, që në këtë rast është gjykata kushtetuese, e çon, siç do ta çojë në fakt, se kështu tha kryetari i opozitës, do ta çojë me gjykatën kushtetuese, dhe do vendos gjykata kushtetuese. Është e ligjshme? S'është e ligjshme. Po a është qeveria e ligjshme? Është. A ka nevojë kryeministri që të shtojë dhe një person për të votuar pro ti? Çdo person që zgjedh kryeministri do të bëjë në fundit çfarë thotë kryeministri, kjo dihet, sepse ai ka zgjedhur. Pra, e ndodhur në këto kushte, kur qeveria vendos edhe pa këtë inteligjencë artificiale, ti pranoje këtë inteligjencë artificiale, sepse është e reja. Fakti që gjithë Evropa, po është e reja. Është loja. Po mirë, pra nuk ka kompetenca juridike. Nuk është persona. Nuk është persona. Ti je jurist. Në kushtetut nuk mund të parashikoj kushtetuta që nesër pas nesër të përdorë një makinë llogaritse. Ore mund të përdorë një robotun dhe të vras kryeministrin. Nuk e... Po pra, unë jo, ndroni shembullin. Këtu një ministër nuk ka asnjë kompetencë. Se është 1/17 dhe sikur në fundit aktet do i firmos kryetari i Këshillit të Ministrave dhe ministri përkatës. Ky është nimës që në programin, që në dekretimin që është bërë, ngarkohet kryeministri, thot, për të krijuar detajet e mundshme dhe procedurën që do ketë. Pra, ashtu siç ministritë e tjera, pra kryeministri merr 2 vota. Po ju pse paragjykoni këtë inteligjencë artificiale kur vota sot, ja ta marrë fjalën, kur gjithë bota sot po shkojnë drejt inteligjencës artificiale. Kur njerëzit shkojnë robotët çojnë e zhvillojnë shkencën dhe e zhvillojnë, por po ju po e mohoni, unë po ta mohoj. S'është ligjor, po s'është inteligjon. Elon Musk
një nga personat më inteligencë, njeriu më i pasur i botës ka thënë kujdes nga inteligjenca artificiale. Po. Se mund të bëj gjëra të cilët janë të paparashikuara. Po s'ka nevojë për Elon Musk, për zgjeria Po jo, sot ato. unë po ta them, unë po ta them këtu. Unë po ta them me një figurë që e njeh inteligjencën artificiale, ka qenë ndërkrijuese. Po, me atë që kishe mikur më të ngushta që një ajo, ai nuk je filozofin, ai një artin e asaj, po, e një, sepse në fundet ka. Po, atëherë ai pse mbështetet, dërsa thot këto, mbështetet fort tek ajo inteligjencë artificiale. Atëherë, më fal avokat, unë hedh propozimin qeveria shqiptare të bëhet gjithë me inteligjencë artificiale. Vetëm kryeministri Rama të jetë krye komandari i inteligjencës artificiale. Ju keni të drejtë e propozimit, bëjeni këtë propozim të qeveria shqiptare, po miratuar le të bëhet ashtu. Vendos shumica si do bëhet. Dhe personi që vendos ka përgjegjësi për çdo pas, pra nëse nesër bën Diella, që ka emrin, ose Dielli me origjinë nga Dielli është Diella, ose është e emër, po çu si ka emër. S'ka si emra, ashtu është emri. Nëse bën në një shkelje ligjore, nuk mund të marrim të fusim burg diellën. Dihet kjo. Atëherë këtë përgjegjësi e marr ai qeveri, e marr kryeministri. Pra ku është e shkruar kjo në ligj? Po është e shkruar çdo. Jo, ku është e shkruar në ligj? Pra është e paligjshme, mbaroj puna. Ju bëni pyetje dhe jepni përgjigje. Po jam përgjigje se është afërmend. Është afërmend. Ju bëni pyetje dhe përgjigja ku është shkruar, do të them ku është shkruar. Është shkruar që çdo veprim që merr Këshilli i Ministrave, nëse është altë ligjor, dikush do përgjigjet. Dhe nuk mund të përgjigjet Diella, do përgjigjet ministri përkatës dhe kryeministri. Po jo, kryeministri më thoa, ka bë gabim Diella. Po nëse ky gabim, kalkulimet gabim dhe një pjesë e parave do shkon tek këtu, shkonin aty. Po nëse bën gabim Diella dhe ky gabim, do thot kryeministri, ky gabim nuk ka dëm të rëndësishëm, po është jo, kur ka dëm ekonomik, kush e ma përgjegjësinë? Po atëre, qeveria ça akte mund të çelë s'ka dëm ekonomik. Përgjegjësinë. Kush futet në burg? Çfarë akte mund të bëjë qeveria? Kur Diella bën gabim në fondin e prokurimeve publike dhe çon Ato janë vendimet të Këshillit të Ministrave të Diellës, po janë se është organ kolegjal. Kolegjal do të thonë 17 persona do vendosin. Gjithsesi, kryeministri kush e ka timonin, është vërtet që timonin, po gjithë botën kështu e ka. Edhe në opozit timonin Berisha e ka, po gjithsesi i shokët e vet.